Mirëmbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Krimi dy fish në Roskovec, një i moshuar 80 vjeçar vret me pushk bashkëshorten dhe më pas edhe veten, shkak i ngjarjes konfliktet e vazhdueshme në familje. Majoranca prezanton draft të ligjin për referendume dhe kërkon konsensusin e opozitës, por kreu demokrat Berisha paralajmëron votën kundër në parlament. Pastritjes së çmimit të naftës kërcënon transporti urban, nga e hëna do kufizoj me 30% numrin e autobusëve nëse qeveria nuk na jep një zgjidhje. Vjen të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Një krim i dy fish tronditi Roskovecin pas ditën e kësaj të martë. Një i moshuar 80 vjeçar qëlloi me armë gruan e tij, më pas edhe veten. Çifti me 9 fëmijë kishte konflikte të vazhdueshme për probleme familjare që besohet se çuan në ngjarjen e rëndë. 80 vjeçari Shefit Rapaj vrau me pushk bashkëshorten e tij Dashuri Rapaj pas ditën e kësaj të martën në Roskovec, me njerë më pas ai dha fund edhe jetës së tij. Gruaja 75 vjeçare u qellua nga burri i saj brenda shtëpisë së tyre, ndërsa nga fqinjët mësohet se kishin rreth 20 vjet që jetonin në këtë zonë, pasi ishin zhvendosur nga Levani i Beratit. Ata ishin prindër të 9 fëmijëve, 3 vajza dhe 6 djem, shumica e të cilëve jetojnë në emigracion. Vetëm njëri prej djemve banonte me ta dhe është shoqëruar në komisariat për të dhënë dëshminë e tij lidhur me ngjarjen. Krimi i dy fish ndodhi në fshatin Kuman, ndonse ende policia nuk e ka zbardhur arsyeën që e shtyu të moshuarin drejt këtij akti fatal. Këtu në komunitet mirë njerëz që nuk ishin gjë. Vetëm me këtë komunitet në familje ka para disa vite. Vitesh kanë qenë me kunatin, se ka kunatin këtu. Atë shpinë trekaçe kanë pas me një ti nuk flisin, nuk shkonin. Po kështu në fshatin mirë sjell. Shesh kanë pas brenda probleme. Shedi. Ky me për të shpinit këtu kollaç ka qenë me baçën këtu. E zoja këtu, shpijak. Si mik i kam marrë, më kam pritur. Të rregull, familje rregull. Ku e di që ka qenë konflikti i çastit, as e kanë pasur, unë jam çik lart tash, nuk i di të kinj kot. Unë them atë që di. Banorë të tjerë nga zona bëjnë me dje se në familje kanë ekzistuar konflikte të vazhdueshme ndër vite, madje vetëm 4 ditë më parë, në banesën e tyre kishte ndërhyrë edhe policia për të sqaruar mosmarrëveshjet mes çiftit. Po të njëjtët thonë se rreth 10 vite më parë, i moshuari kishte tentuar të jepte fund jetës me armë zjarri, por të gjitha këto deklarata mbeten për të verifikuar nga hetuesit. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj kërkoi që dosja ndaj tij t'i vihet në dispozicion në burg përmes një procesi inventari. Kjo çështje shkaktoi debate në seancën e kësaj të martë, pasi prokurorët thanë se ajo ishte një manovër për të shtyrë gjyqin. Seanca e dytë e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj dështoi. Shkaku bë kërkesa për inventarizimin e provave dhe të fashikujve gjyqësor të dosjes së tij. Seancën e kaluar, gjykata e posaçme i dha dritën jeshile kërkesës së mbrojtjes për të njohur me dosjen fizikisht. Menjëherë u urdhrua një agent i byros kombëtare të hetimit për t'ia vënë në dorëzim kryetarit të bashkisë. Por sipas prokurorisë, Erion Veliaj është konfliktuar me hetuesin që u paraqit në paraburgimin e Durrësit. Brenda seancës, kërkesa e dytë shkaktoi pakënaqësi mes palëve, pasi prokurorët e posaçëm Altin Dumani dhe Olis Dado pretenduan se inventarizimi i akteve gjyqësore është një makinacion për të shtyrë procesin. Që në fillim, Erion Veliaj ka shfaqur sjellje kundërshtuese dhe fyese ndaj hetuesve të BKH. Ka qenë reagim jo etik dhe fyes, duke refuzuar të marrë aktet. Në këtë kusht është larguar dhe ka vënë në dieni të gjithë zinxhirin në burg, që nga juristët e deri tek drejtuesit. Ata të gjithë së bashku kanë shkuar t'i sqarojnë Erion Veliajt arsyen. Është kundërshtuar dhe Veliaj është drejtuar me fjalët: "Gruaja ime abortoi 2 herë, më keni shkatëruar. Ols Dado ka 30 apartamente. Ky pis, abortin e 2 fëmijëve të mi, s'kam për ta falur." Drejtuesi më parshëm i SPAK Altin Dumani kërkoi seriozitet në seancë. BKH nuk është urdhëruar nga gjykata për ta njohur me aktet. Ki kujdes kur përmend agjentët e BKH dhe mënyrën si u drejtohesh. Kanë zbatuar vendimin e gjykatës. Nuk ka akte hopshe. Bëj verifikimin dhe shko njihu me fashikujt. Mos improvizdo situata që nuk ekzistojnë. Ne flasim me akte, jo me hamendje si ju.
Jashtë gjykatës, avokati i ri Erion Veliajt, ish deputeti socialist Plarent Ndreca, u shpreh se proces verbali është i domosdoshëm për një mbrojtje të frytshme, ndërsa sjelljen e klientit të tij sipas PAK e quan vetëm një pretendim të këtij organi. Ai është një proces verbali një anshëm, i mbajtur nga njëra prej palëve, asaj pale që sot përfaqëson akuzën. Por prokurorët nuk thanë se çfarë sjellje kanë bërë oficerët e policisë gjyqësore, nuk thanë që oficerët e policisë gjyqësore kanë shkuar pa njoftim ndaj zoti Veliaj, pa njoftim të avokatës kryesisht dhe në qeli, e përsëris, në qeli. Unë do pres se si do e menaxhoje këtë dhënien e akte përsëri prokuroria apo institucioni para burgimit. Ne kemi gjithë vullnetin e plot për t'i marrë aktet, për çndruar aty dhe për i marrë aktet siç duhet. Kryetari i Bashkisë së Tiranës akuzohet për korrupsion pasiv në 13 episode të ndryshme, pastrim parash, përdorim detyre, mosdeklarim të ardhurash në bashkëpunim. Sipas organit të akuzës, ai shfrytëzoi postën e qytetarit të parë të kryeqytetit për të krijuar favore financiare gruas së tij përmes një skeme korruptive të ndërlikuar. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë. Meta kishte kërkuar të lirohej nga qelia kundrejt një garancie financiare prej 50.000 eurosh, por kjo kërkesë nuk u pranua nga trupa gjykuese. Gjatë seancës, në mungesë të tij ishte i pranishëm avokati mbrojtës Kujtim Cakrani. Ai u shpreh se kërkesa për lirim synonte të ishte edhe një dhuratë për ditëlindjen e 57 të ish-presidentit. Cakrani paralajmëroi se vendimi i GKK-s do të ankimohet, duke theksuar se betejë ligjore nuk përfundon këtu. Ai gjithashtu hodhi akuza ndaj trupit gjykues duke pretenduar se vendimet ndikohen nga komunikimet të jashtme përmes telefonave dhe mesazheve. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024. Ai përballet me akuza për korrupsion si dhe për pastrim parash e fshehje pasurie. Dini që sot presidenti ka ditëlindjen apo jo? E dini apo se dini? Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla prezantoi këtë të martë draftin e ligjit për referendumet. Nisma do t'i nënshtrohet konsultimeve me ekspertët e po ashtu pret edhe bashkëpunimin e opozitës. Balla tha se pas miratimit të ligjit, një nga çështjet që mund të vendoset me referendum është edhe ajo e reduktimit të numrit të deputetëve. Ashtu si që paralajmërua nga kryeministri Edi Rama në asamblen e 21 marsit, Partia Socialiste prezantoi draftin e ligjit për referendumet. Kryetari i grupit socialist Tauland Balla deklaroi se dokumenti është gati për konsultim, ndërsa shprehu dhe vullnetin e shumicës për të biseduar me opozitën. Dua që të them sot gatishmërinë tonë plot, nëse duan edhe ligjin për referendumet, takohemi këtu në këtë sallë në momentin që do të kemi një konsult publike përpara se ta depozitojmë dhe jemi të gatshëm edhe t'i presim para se ta depozitojmë, por një gjë është e sigurt që s'ka për të ardhur kurrë. Balla u ndal dhe tek propozimi i kryeministrit Edi Rama për uljen e numrit të deputetëve. Kjo sipas tij mund të jetë çështje që mund të vendoset dhe me referendum. Referendum për të pyetur shqiptarët, a jeni dakord për të ulur numrin e anëtarëve të kuvendit? Ajo që ka thënë kryeministri Rama, unë mbështes plotësisht, është një ide për ta çuar për referendum. Shqyrtimi i procesit nga gjykata kushtetuese sipas kreut të grupit socialist duhet të mos jasë shumë. Të kihet parasysh që e gjitha kjo të mos marrë më shumë se 3 muaj. Sa i përket ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, Balla sqaroi se ato kërkojnë konsensus më të gjerë politik. Por nuk dua të marr autorsinë për shkak se është një punë që më shumë ka ardhur nga shërbimet e kuvendit, të cilët në hierarkinë e tyre institucionale kanë kryetarin e kuvendit. Gjatë konferencës, Balla vuri në dukje se reforma territoriale dhe ajo zgjedhore nuk mund t'i nënshtrohen referendumit. Partia Demokratike bëri të qartë se do t'i thotë jo në parlament propozimit të mazhorancës për referendumet. Madje Sali Berisha e quajti nismën e socialistëve një përpjekje për të mbuluar vjedhjet e qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita do të votojë kundër draftit të socialistëve për referendumet. Në konferencën për mediat, kryedemokrati u shpreh se ky është një tjetër hap i Edi Ramës për të mbuluar vjedhjet e tij. Por ne të votojmë në mënyrë të anshme ligjet Partisë Socialiste, nuk votojmë asnjë. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama përpiqet me shashka të mbulojë vjedhjet që ka bërë. Kryeopozitari preku edhe çështjen e rritjes së çmimit të naftës, duke bërë përgjegjëse qeverinë që sipas tij nuk frenoi abuzimet në treg. Në Shqipëri ky çmim te i kalon me 60% çmimin e naftës në Maqedoni dhe në Kosovë.
350.000 ton naft kontraband hynë në Shqipëri në portet që kontrollon qeveria. Lideri i opozitës u shpreh se Partia Demokratike ka gati paketën me programin e saj që vendos mbi nafton të njëjtën ngarkesë fiskale, ashtu si në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Për afro 2 orë, Kryeministri Edi Rama ka mbledhur disa nga ministrat të cilët kanë raportuar për punën e dikastereve që u drejtojnë. Mësohet se fokusi ka qenë te çështjet prioritare, ndërsa takimet e shefit të qeverisë do të vijojnë edhe gjatë të mërkurës. Kryeministri Edi Rama ka nisur një seri takimesh në Vilën 30 me anëtarët e kabinetit qeveritar. Këtë të martë për 2 orë ai thërriti ministrin e Brendshëm dhe atë të drejtësisë, si dhe krerët e institucioneve të varësisë. Fokusi i mbledhjes ishte analiza e brendshme dhe puna e bërë në çdo dikaster, si dhe prioritetet kryesore. Fillimisht raportoi ministri i Brendshëm Besfor Lamallari, i cili shoqërohej nga 3 zëvendës ministrat, Silva Caka, Anisa Ruseti dhe Xhemal Qifalia. Ndërsa të pranishëm ishin drejtori komanduar i policisë së shtetit Sokol Bishka, si dhe ministri për pushtetin vendor Ervin Demo. Prezenca e këtij të fundit vjen pasi kryeministri Edi Rama më herët i ka deleguar që të çojë përpara çështjen e adresave. Burime bëjnë me dije se ky takim pason atë të Ministrisë së Infrastrukturës një javë më parë. Pas Ministrisë së Brendshme, raportoi dhe ministri i Drejtësisë. Ishte ministri Toni Gogu, i cili dha të dhënat në Vilën Qeveritare 30. Bëhet me dije se Rama ka zgjedhur të mbledh çdo javë një nga një ministrat, duke shmangur një ritrit të gjitha ministrive, të cilat zhvillohen çdo 6 muaj. Këto takime do të vijojnë dhe të mërkurën, teksa pritet një analizë e Ministrisë së Ekonomisë. Drejtuesi i ri i prokurorisë së posaçme Klodian Braho ka pritur këtë të martë në zyrën e tij Mark Nikën, xhaxhain e Alex Nikës, një nga 4 protestuesit e vrarë në 20 janar 2011 përpara kryeministrisë. Pas takimit, Mark Nika tha se ishte njohur me ecurinë e hetimeve të dosjes, ndërsa shprehu besimin se SPAK do të vendos drejtësi për këtë çështje. Nika shtoi se hetimi duhet të jetë më i shpejtë, po ashtu të thirren të gjithë personat që kanë ndjeni, duke nisur nga punojësit e kryeministrisë, të Gardës së Republikës, politikanët dhe të tjerët. Hetimet për 20 janarin u rihapën në 15 korrik 2024 pas një vendimi të gjykatës së lartë dhe në zbatim të vendimit përfundimtar të gjykatës europiane të të drejtave të njeriut. Rritja e naftës ka futur në krizë transportin urban në Tiranë dhe Kamës. Drejtues të shoqatës kanë kërkuar ndërhyrjen e qeverisë, por nuk kanë marrë përgjigje. Në këto kushte, shoqata paralajmëron uljen e numrit të autobusëve, duke nisur nga e hëna që vjen. Shoqata Transporti në Shqipëri ka lajmëruar se ditën e hënë pritet të reduktohet flota autobusëve me 30% në linjat urbane në kryeqytet dhe në Kamës, nëse nuk do të ketë një mbështetje financiare nga ana e qeverisë. Jemi të detyruar të njoftojmë se transporti publik ditën e hënë, nëse nuk do të kemi një reagim nga institucionet, jo për shkak të një presioni që mund bëjmë, por për shkak të pamundësisë ekonomike, do të reduktohen flota e mjeteve me 30%, gjë që është në dëm të operatorëve, por edhe të qytetarëve, cilët nuk do të marrin një shërbim siç duhet ta marrin, siç ata e meritojnë. Shtrëngtimi i naftës sipas tyre ka një ndikim shumë të madh në rritjen e kostove operative të linjave. Ata prej ditësh i kanë nisur një letër institucioneve përgjegjëse, por ende pa marrë përgjigje. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje dhe asnjë reagim as nga institucionet përgjegjëse, as nga bashkitë përkatëse, por edhe nga bordi drejtues që mbikëqyr çmimin e karburantit. Ne jemi në pritje të një reagimi, të ulemi në një tryezë të përbashkët nga të gjitha institucionet përgjegjëse, në mënyrë që të gjejmë gjuhën dhe ku duhet që qeveria, si ajo vendore, por edhe ajo qendrore, të marrin masat dhe të kenë lehtësime në këtë sektor. Sipas të dhënave nga shoqata Transporti në Tiranë dhe Kamës operojnë 310 autobusë urban që në skenari më të keq pritet të reduktohen në bazë të matjes së kostove që kanë përcaktuar operatorët privat që i kanë këto linja. Sipas tyre, mungesa ndërhyrjes nga institucionet mund të çojë në falimentimin e subjekteve të transportit. Operatorët propozojnë masa si subvencionim për litër karburanti ose ulje të taksave, si akciza dhe taksa e qarkullimit, duke shtuar se ulja aktuale e akcizës nuk ka ndikim real në sektor.
Rritja e çmimit të naftës duket se po ndikon edhe te fermerët. Ata thonë se shtrenjtimi i karburantit për makineritë bujqësore përkthehet në reduktimin e sipërfaqeve të mbjella dhe uljen e prodhimit. Shtrenjtimi i lëndëve djegëse, një bazë kryesore për punimin e tokave bujqësore, ka sjell kosto shtesë dhe zvogëlim të sipërfaqeve të mbjellave në disa fshatra të Fierit. Fermerët thonë se rritja e çmimit të naftës në kohën e punimit të tokës, e shoqëruar me subvencione të pamjaftueshme, i ka detyruar të lënë djerë tokat e tyre dhe ato të marra me qera. Jam një fermer jo shumë i madh, zotroj 40 hektar toka me qera. Edhe unë subvencionimin e naftës marr vetëm për tokën time. Aplikim të vetë të bëj për 40 hektar nuk bëj se s'kam certifikatet e tokave që kam marrë me qera. Dhe unë dal me minus. U rriti nafta vajti supera me 27. Unë 40 hektar po e blej pleun. Po ja hedh tokës. Ata nuk më japin mua subvencionimi sipas plerave që blej unë, sipas naftës që marr unë. Po nuk se kam punuar sipërfaqe, domethënë atë një. Edhe unë që ta marrë tokë me gjera, nuk kam leverdi, me që kam traktorin, kam dhe bakti. Nuk kam leverdi të marrë tokë me gjera, se përballoj do të. Po na njerë ku kemi kopa punë shumë për i lanë njerëzit tani, me këtë naftë që vajti ku ka leverdia ta punosh. Me këtë naftë e lanë njerëzit gjitha. Ata pohojnë gjithashtu se kjo situatë pritet të sjellë pakësim të prodhimeve vendase dhe çmime më të larta për konsumatorin. Se çdo gjë në bazë naftës vjen. Le dhe qumshet s'punoj mani, s'puna shkojnë. Ja, unë i kam bidonat lartë, rreth 300 litra i qova sot, me 500 lek. Mora 150.000 lek, i holla 20.000 lek makinës, 100.000 lek dhe që shpi. S'ka, ka vajtë zero, çdo gjë marrojt, unë në naftës. Janë 2 milion lek që unë ka paguar qeran. Edhe unë do ta lë borë se përballoj dot për ta punuar, të blej naftën, të blej farën, të blej pleun. Jam i detyruar ta lë bosh. Nëse kjo situatë do të vijojë, humbje do të jenë të jashtëzakonshme, thon fermerët, dhe toka do të mbesin të papunuara, edhe te kulturat e tjera, duke përkeqësuar edhe më shumë situatën në bujqësi. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.